Unë shpresoj që gjykata kushtetuese të marrë parasysh faktin që në gjykatën e lartë, si minimum ne nuk na u pranuan provat, sepse ju jeni dëshmitar që ne paraqitëm disa kërkesa para gjykatës lartë dhe prova për të vërtetuar denoncimet dhe akuzat që unë në emër të Partisë Demokratike kisha bërë ndaj kryeministrit Rama. Asnjë nga ato prova ne nuk na u pranua, kështu që nuk di se çfarë vendimi mund të merrte gjykata e lartë kur nuk na pranoi as provat. Duket qartë që ka pasur një vendim të detyruar të asaj gjykate dhe kjo është një sirenë vërtet e fortë alarmi, jo vetëm për drejtsinë shqiptare, por për gjithë qytetarët shqiptar. Një drejtësi e vënë në fundën e Ramës nuk mund të jetë kurrë drejtësi. Qëndroni ende deklaratave të bëra? Absolutisht i qëndroj çdo deklarate dhe besoj se nga dita në ditë deklaratat që ne kemi bërë vetëm sa përforcohen dhe vetëm sa vërtetohen. Kjo qeveri absolutisht është e lidhur me krimin dhe kreu kësaj qeverie është Edi Rama.